Kryetari i komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu dhe përfaqësues të tjerë të komunës së Ulqinit janë takuar me kryeministrin e malit të Zi Miloj Kospajiq për të shqyrtuar situatën në lidhje me realizimin e tenderve për qiramarrësit e plazheve në këtë komunë. Takimi i zhvilluar mes kryetarit të komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu dhe kryeministrit të malit të Zi Miloj Kospajiq ka përfunduar me një qëndrim të qartë dhe të fortë nga përfaqësuesit politik shqiptar të qytetit. Gjatë këtij takimi përveç Nimanbegut ishin të pranishëm edhe figura të tjera të njohura nga skena politike shqiptare, të cilat shprehen shqetësimet e tyre të thella për një çështje që ka ndikuar drejt për drejt në të ardhmen e Ulqinit dhe të qytetarëve të tij. Përveç kryetarit të komunës ishin të pranishëm edhe përfaqësues të subjekteve politike si Mehmet Zenka, Artan Çobi, nën kryetari i komunës së Ulqinit Pero Delliq dhe Aslan Lunje, përfaqësuesi të mirave detare nga komuna Ulqinit. Nimanbegu pas takimit theksoi se ata kishin shprehur një shqetësim të madh në lidhje me procesin e tenderve dhe mënyrën se si po zhvillohej shpallja atyre. E bëri të qartë se Ulqini nuk mund të përballonte pasojat negative që mund të vinin nga një proces i tillë. Nuk mund të pranojmë një dëm të tillë për qytetin e Ulqinit dhe për qytetarët e tij, tha Nimanbegu, duke u shprehur i vendosur në mbrojtjen e interesave të qytetit dhe banorëve të tij. Ne kemi ardhur gjithë subjektet politike shqiptare së bashku, domethënë përfaqësuesit të Forumit Shqiptar, kemi deputetin e tyre, unë si përfaqësues i Aleancës Shqiptare dhe kryetari Zenka dhe deputeti para Unionit Demokratik Shqiptarëve, por kemi edhe qeverisjen e Ulqinit dhe kemi shprehur pakënaqësinë me rezultatet të cili kushtet e tenderit kanë arritur. Edhe pse me kohë kemi theksuar që gjithë kjo do të pamundsoj zhvillimin ton të ekonomisë, të turizmit dhe këtë vlerësojmë si sulmi më i madh ndaj ekonomisë që është e mundur. Nga kryeministri kemi kërkuar që të anulohet vendimi për tendera dhe kemi kërkuar që sa më parë të ecë ligji i ri mbi të mirat detare. Vendimi ose mendimi i kryeministrit ishte i tillë duke u thirrur në procedura juridike sa është e mundur, ne do të shfrytëzojmë gjithë instrumentet që kemi para vete, qoftë nga Kuvendi Komunal i Ulqinit, qoftë nga të thrasim qytetarët tonë në protesta, por edhe unë jam i mendimit që duhet subjektet politike shqiptare të vlerësojnë nëse nuk kemi zgjedhje pozitive pjesëmarrje në qeverisje të qeverisë së Malit të Zi. A mund të themi që nuk ishte një përfundim pozitiv nga kjo mbledhje? Qëllimin ton ne e kemi treguar që edhe një herë të tregojmë jo pakënaqësinë, domethënë protestën për këto rezultate dhe diçka që ka filluar shumë shtremt, shumë vështirë do të përmirësohet. Dua t'i them gjithë qytetarëve që kjo është një betejë që tani ka nisur dhe duhet jemi të këmbgulës, të vendosur që të mbrojmë interesat tona si bashki. Nga ana ligjore, nëse flasim për një kompani e cila është regjistruar vetë 2-3 ditë më herët, cila ishte përgjigjja që merret? Arsyeja e tyre është që janë të regjistruar dhe pyetjet e mia dhe të gjithë tyre njerëzve këtu buzmeje ishte çka është qëllimi i një kompanie, ku është kredibiliteti i saj kompanie që në 5 ditë do të investojë. Unë kam quajtur këtë desant nga ana e detit në Ulqin. Do të thënë hyrje nga ana e detit është një lloj do të thoja okupimi të resurseve tona ekonomike dhe ne sigurisht që do të japim përgjigje adekuate kësaj. Unë besoj që këto subjektet politike shqiptare nuk do të kenë dallim dhe do të ulemi, do të shohim këto ditë të ardhshme, së pari do të shohim një protestë të fuqishme dhe të shohim rezultatet e këtij takimi drejt kryeministrit. Ulqini është një qytet me një traditë të fortë turistike dhe shumë nga burimet e tij më të rëndësishme financiare vijnë nga menaxhimi i plazheve dhe burimeve natyrore. Nëse procesi i tenderve nuk do të jetë transparent dhe në përputhje me interesat e qytetit, ka mundësi që ky sektor të shkatërrohet dhe të humbas mundësi të mëdha zhvillimi. Në këtë mënyrë qyteti mund të humbas burime të rëndësishme financiare, të mundësinë për të investuar në zhvillimin e infrastrukturës dhe përmirësimin e kushteve për banorët e tij. Përfaqësuesi tjetër politik, Mehmet Zenka, kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve, theksoi një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm, padrejtësitë që Ulqini ka përjetuar jo vetëm tani, por për më shumë se 30 vjet, për shkak të menaxhimit të pasurive natyrore dhe plazheve të tij. Ai theksoi se të mirat detare që janë përgjegjës për administrimin e këtyre resurseve duhet të ofrojnë një përgjigje të plotë dhe të drejtë për drejtë
për situatën që ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm për qytetin dhe banorët e tij. Treba li jedan milijarder da prodaje ili duša da prodaje ležaljke i suncobrane ili je nešto stoji iza toga. Jedan milijarder kao apsolutno zaobilazi opštinu. Zadire se s ovim što se danas uradilo, zadire se u 50 miliona eura investicije koji su građani ili ti zakupci plažu uložili zadnjih 20 godina u Ulcinj. Zadire se u najrazvijeniji sektor turizma Ulcinja i Crne Gore. I preko noći dolazi neko i zauzima 4,5 km plaže. Što će biti s time? Što će biti? Kako će odjekivati ugovori što imaju ti plažisti? Kako ćete odjekivati na taj turizam koji mi očekujemo, kako bi se reklo, ka pustinja kišu? Jednostavno preko noći izlaze ti ljudi sa ogromnim investicijama koji su uložili za preko 10-15 godina. Gdje će s time, što će s time, ne znaju ništa. Kako će stići ovaj novi investitor, ovaj novi zakupac plaža da dovede u red te plaže, kojima je ljudima trebalo po 15-20 godina da dovede u red te plaže u današnje stanje kao što su danas. Hoće li on si za 2, 3, 4 mjeseca. Jedan investitor, kako smo čuli danas od ministra, koji jedva čeka da nam dolazi, nema problema, koji zaobilazi opštinu Ulcinj. Ovdje se sve vide manjkavosti Zakona o morskom dobru. Imamo zajedničku odluku svih opština, primorske opštine Crne Gore, koje nisu zadovoljni s ovim zakonom. Imamo prihode, morsko dobro prihoduje od Ulcinja. Zadnje 4 godine 12 miliona eura, zadnjih 20 godina 50 miliona eura. Nije uloženo u Ulcinj 3,5 miliona eura. Ima li pravde u tome? Mi tražimo jedan novi zakon o morskom dobru, gdje ne treba opština Ulcinj da pokriva 57% od čitave teritorije morskog dobra Crne Gore. Sad, ako vi vidite i kao obični građani Crne Gore da u tome ima pravde, nema problema. Ali 57% teritorije od ovih para što prihoduje morsko dobro. Znate li što znači za 30 godina samo 3,5 miliona eura investirano u Ulcinj i to polovične investicije? Nijedno od tih investicija nije završeno. Neka se tu ima mnogo prostora da se pozabavimo poslovanjem tog morskog dobra. Koliko imamo Ulcinjana zaposleno u tom morskom dobro? Pokrivamo 50. Hoće li nekad Ulcinj imati neki centar? Gdje će se nekakvi resursi Crne Gore voditi u Ulcinjskoj opštini. Montenegro turist. Imali čitav ulcinjski turizam je 30 godina uplaćivao, uzeo plate, nije moglo da uzme plate bez potpisa iz Budve. Otišao Montenegro turist Budve, došlo je morsko dobro. Hoće li nekad biti ulcinjsko dobro? Dokle, kad god su Ulcinjani vodili svoje resore i Crne Gore bilo 5 puta više bolje. Kad su počeli drugi da razmišljaju da oni vole naš grad više od nas, stigli smo u ovo stanje kao što je Ulcinj. Uz pomoć nekih, ja bih nazvao, mešetarskim vucebatinama koji im pomažu, da se ovo dešava i da se dovede u Ulcinj ovakvo stanje kao što je danas. Jedan grad sa toliko resursa, jedan prebogati grad, jedan prelijepi grad, od koga bi Crna Gora i 5 puta više prihodovala kad bi se vodila na pravi način ekonomija toga grada. Nije lijepo govoriti o indicijama, no sama činjenica da jedan milijarder hoće da prodaje, da uzme 4 km plaže i da prodaje ležaljke i suncobrane, daj Bože da je taj milijarder, daj Bože da je ako je u pitanju taj čovjek, jer ipak poznajemo tu firmu, onda neka je dobrodošao u Ulcinj kod predsjednika ili kod gazde kuće da se predstavi sa svojim projektima što želi, bit će više nego dobrodošao. Ali ovo je nekako čisto sumnjivo preko noći da se jedna firma od prije 5-6 dana koja se formirala iz jedan put da uzme 4,5 km plaža u Ulcinjskoj velikoj plaži. I to 70% najatraktivnije plaže Ulcinjske koje su najsređenije bile. Čitav grad brine o ovome, čitav grad
prati što mi, prati ovaj dan i čitav grad čeka što ćemo mi njima reći kad se budemo vratili, a boga mi nemamo baš neku radosnu vijest za sada. Pas këtij takimi të zhvilluar, kryeministri i Malit të Zi Miloj Kospajic nuk dha një prononcim për media. Gjithatë në faqen zyrtare të qeverisë së Malit të Zi, nga kabineti i Spajic janë shkruar disa informacione nga ky takim. Gjatë takimit, kryeministri Spajic ka theksuar se tenderi ishte i hapur dhe transparent, se rregullat ishin të qarta dhe se interesi i qytetarëve të Ulqinit dhe të Malit të Zi ishte në vendin e parë. Është rëndësishme para së gjithash që komuniteti lokal të jetë i kënaqur, por gjithashtu gjithçka duhet të jetë në përputhje me ligjin. Ka informacionet e deritanishme në këtë proces nuk ka pasur shkelje procedurale. Nga ana tjetër, ne kuptojmë shqetësimin e një pjesë të komunitetit lokal, të jemi të hapur për një dialog të mëtejshëm, që do të përfshijë edhe mundësitë e reja për qiramarrësit, thuhet nga kabineti i kryeministrit. Qeveria nuk sheh bazë ligjore për të shfuqizuar tenderin, por nëse dikush mendon se ka pasur shkelje të rregullave dhe mund të aprovojë këtë, është e gatshme ta shqyrtojë, ju përgjigj kryeministri. Ai propozoi që nëse përfaqësuesit e komunës e konsiderojnë të nevojshëm të përfshihen në dialogun ndërmjet të gjitha palëve të interesuara për të pritur siç duhet sezonin turistik që vjen. Ministri i Urbanizmit, Planifikimit Hapësinor dhe Pasurive Shtetërore, Slaven Radunović, theksoi se hapja ofertave vërtetoi se ishte e nevojshme të inovojë procesi i tenderimit, pasi shteti do të ketë një përfitim financiar shumë të madh nga të ardhurat dhe qeraja krahasuar me vitin e kaluar, për të cilin do të informohet publiku pas përfundimit të procedurës.